Kemi në hapësirën e intervistës, flasim për aktualitetin politik në vend, fokusuar tek protestat disa ditore opozitës. Me mua në studio sapo është bashkuar në këtë bisedë drejt për drejt Hedi Paloka, kryetari i grupit parlamentar PD-s. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ditë e ngarkuar kjo e sotmja. Si shkuan punimet e të ashtu quajturit parlament i qytetarëve? Jo vetëm e sotmja, në fakt, pothuajse gjithë ditët kanë qenë të ngarkuara me takime, me aktivitete, me grupet ndryshme protestuesish që i bashkohen çadrës, njerëz që kanë protestuar dhe protestojnë për çështje të ndryshme të jetës tyre. Pra, çadra le të themi është kthyer realisht në një parlament dhe mendoj që është parlamenti më përfaqësues që mund të ketë pasur në Shqipëria, sepse aty qytetarët, populli është direkt përfaqëson veten. Përveç deputetëve të opozitës, që jemi ne, të cilët kemi marrë votat për t'i përfaqësuar në parlamentin e asaj që tashmë ka marrë emrin Çadra e Lirisë, qytetarët janë direkt, thash, përfaqësojnë vetveten, paraqesin problemet që kanë dhe sigurisht gjithë janë aty për një qëllim. Po? Zgjedhje të tjera dhe të ndershme. Me qeveri teknike. I vetmi kusht? I vetmi kusht, sepse i vetmi kusht mbeti. Qeveria teknike vjen si kërkesë apo si kusht i vetëm mbas më shumë se një viti që ne kemi paraqitur disa kushte tjera për të pasur, le të themi, zgjedhje të besueshme, se nuk po them zgjedhje të lira dhe të ndershme, por për të pasur zgjedhje të besueshme. Para rreth një viti pra bëm 10 kërkesa, ndër të cilat ju dhe opinioni tashmë është ndjeni, ndër më kryesoret ishin votimi dhe numërimi elektronik, kontrolli i financave të partive në fushat, dhe disa pika tjera që nuk është se i shuanin problemet e zgjedhjeve në Shqipëri, por ama krijonin kushte, krijonin një besueshmëri tek zgjedhjet. Dhe ato ishin kushtet tona për tyrën zgjedhje me besueshmëri, po vazhdoj të përdor termin besueshmëri. Ndërkohë për një vit u hasëm me jo vetëm indiferencën, po dhe me arrogancën e kësaj qeverie. Arroganci është tashmë është simboli i kësaj qeverie dhe mbas një viti u detyruam, mbasi e kërkuam në Komisionin e Reformës Zgjedhore, kërkuam parlament, ja kërkuam ndërkombëtarëve, të cilët për hir të vërtetës duhet të themi që një vit më parë premtuan se do të ishin krahët tonë dhe do të kërkonin po më aq këmbgulje zbatimin e apo le të themi realizimin e një reforme zgjedhore, sa që po kërkonin dhe atë të reformës në drejtësi. Po thoni që tani ka ndryshuar qëndrim ndërkombëtar? Në fakt është realitet, sepse na deklaruan që me të votuar ndryshimet kushtetuese, impenjimi kryesor dhe i tyre, sepse hyni ishte, dhe i tyre do të ishte reforma zgjedhore, gjë që në fakt nuk ndolli. Dhe për fat keq vazhdon ende sot flitet vetëm për reformën drejtësi, po duket që disa faktorë tjerë që po dalin gjithnjë më shumë duke ose fakte tjera po bëjnë qartë që edhe kjo reformë e drejtësisë nuk ka synimin që duhet kishte apo qëllimin që duhet kishte dhe që të ishte në interes shqiptarëve. Po pse mendoni që ndërkombëtarët janë bërë, le të themi, palë, të paktën siç ju deklaroni? Nuk po them që janë bërë palë, të paktën disa prej tyre, disa kanë qenë palë, të them drejtën, dhe ne i kemi denoncuar si Parti Demokratike që në momentin që kanë ardhur në Shqipëri, por disa të tjerë nuk e di për pse nuk i qëndruan fjalës që na thanë, dhe sot nuk po mbajnë ato qëndrime që duhet mbajnë. Ndërkohë që protesta opozitës, po jo vetëm protesta, po dhe kërkesa jonë ka gjetur mbështetje gjëra ndërkombëtare, që ditën e parë të protestës ne morëm mesazhe nga Kongresi Amerikan. Menjëherë mbas saj mediat nga më të rëndësishme të botë, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara deri në Europë, pasqyruan jo vetëm protestën, por i dhanë, le të themi, frym edhe kërkesës opozitës. Sa është një kërkesë që nuk mund t'i dali kundër askush. Dhe në mbështetje në fakt asaj që ne kërkojmë janë dhe deklaratat e fundit të ambasadorëve. Qoftë ajo ambasadorit amerikan në disa ditë më parë që deklaroi se
politikan dhe grupe kriminale po përgatiten vjedhin zgjedhjet në Shqipëri. Qoftë deklarata e djeshme e ambasadorit OSBE-s, që deklaroi atë që ne kemi kohë që e themi se paratë e drogës do të shërbejnë për të blerë votat e shqiptarëve. $2 miliard, $2 miliard euro. Mbi 2 miliard euro, tha ambasadori dje, dhe kjo është një fakt, bile shifrat janë edhe më të mëdha në fakt. Pra, të gjithë po vinë aty ku ne kemi qënë prej kohës. Dhe sigurisht, kjo mbështetje është e nevojshme, absolutisht edhe mbështetja ndërkombëtare, kështu që ne kësaj pjese jemi mirënjohës dhe jam i bindur që do t'i shkojmë deri në fund. Zoti Paloka, pak vite më parë, sigurisht me të drejtë e pranuar kjo, ju keni akuzuar opozitën e djeshme, e cila ka blokuar 3 ligje dhe ka shtyrë në kohë në vite liberalizimin e vizave. Pra, shqiptarët kanë marrë një kosto nga bojkoti i parlamentit. A ndodhemi ende në një skenar të ngjashëm me këtë të opozitës sot? Nuk kam fakt asnjë lidhje, sepse kjo është kthyer, ju keni drejtë si gazetar që pyesni, pasi kjo është kthyer në moton tashmë të neveritshme të Edi Ramës, i cili sa herë kapet ndonjë skandal, sa herë s'po duhet përdor në shprehje më banale. Edhe kryeministri nuk i ka krahasuar të dyja protestat, por me argumente të kundërta, jo për. As nuk mund bëhet fjalë të krahasohen protestat, por unë po them për argumentin ose mënyrën se si Rama kërkon t'i shpëtoj skandaleve të tij, sa herë kapet mat me to, është bërë tashmë kjo moto e Ramës që ne na akuzojnë, ne na sulmojnë ata që nuk duan vettingun. Kapet në skandal Rama dhe ky është komploti atyre që nuk duan reformën drejtësi. Kapet me ndernesh, thash, e kam thënë dhe herë tjetër, kapet me brek në përkëmbë Rama dhe faji qënkë e atyre që nuk duan reformën drejtësi. Lidhur me këtë, është e qartë, qëndrimi ynë e ka shprehur sot dhe kryetari i partisë, ne nëse nuk do votonte opozita ndryshimet kushtetuese, reforma ndërtësia as nuk do kishte filluar. Sot jemi në kushtet kur ndryshe nga të shpremtoi, dhe kjo është bërë e zakonshme për Ramën në fakt, ligjet që duhet të ishin në përputhje me ndryshimet kushtetuese të reformës në drejtësi. 7 ligjet. 7 ligjet absolutisht u bën në mënyrë të tillë antikushtetuese dhe në mënyrë të tillë që prapë t'i shërbenin Ramës për të realizuar qëllimin që në ndryshimet e para, përgatitura si çdo sot nga Fondacioni Soros dhe nga specialistë afërt me majorancën, synohej kapja e drejtësisë nga Edi Rama. Kapja dhe de jure, sepse fatkeqësisht de facto e ka kapur me presionet që ju bën me dhunën e përditshme ndaj institucioneve drejtësisë. Cilat duhet të shërben si arsye për ta çuar më para reformën drejtësi. Sigurisht, po jo me këtë formë. Duhet që edhe 7 ligjet të jenë përputhje me kushtetutën, jo të dalin kundër ndryshimeve kushtetuese. Dhe ne këtë e kemi thënë jo sot. Ne e çuam ligjin e vettingut gjykatë kushtetuese për këtë arsye. Dhe ligjet e tjera i kemi kundërshtuar, dhe nuk jemi vetëm ne që i kanë kundërshtuar, janë dhe aleatët e Ramës që e kundërshtojnë, sepse është diçka që nuk është e padukshme. Është ashiqare që këto ligje janë përgatitur në kundërshtim me kushtetutën. Por, kjo ishte sa për një sqarim për atë pjesë që e sqaroi sot dhe kryetari i partisë. Këta vazhdojnë përsërisin se gjoja reformën drejtësi që nga ajo që na detyron ne dalim protest, nëse janë kaq të interesuar, nuk janë as pak të interesuar të bëjnë një reformë të mirë që janë drejtësi, po nëse janë të interesuar dhe duan ta kalojnë kaq shpejt ligjin e këto 7 ligjet, le të miratojnë ngrenë qeverinë teknike që të sigurojnë zgjedhje të tjera dhe të ndershme, të përmirësojnë dhe t'i bëjnë kushtetues 7 ligjet e vettingut dhe sigurisht që ne do t'i votojmë. Hipotetikisht nëse nuk pranohet qeveria teknike, zoti Paloka, rrezikohet procesi zgjedhor në 18 qershor? Jo rrezikohet, por nuk do të ketë zgjedhje në Shqipëri me 18 qershor. Si nuk do të ketë? Për këtë të jenë bindur. Nuk do të ketë zgjedhje. Në Shqipëri në 18 qershor nuk do të zhvillohen zgjedhje, sepse nuk mund të ketë zgjedhje me një qeveri që është e zhytur tërësisht në krim. Çdo ditë këta që flasin për reformën drejtësi, lirohen banda dhe kriminalet më të rrezikshëm, u liruan hakmarrja për drejtësi mori pa fajsin, ndërkohë që dënohen njerëz për 3.000 lekë të vjetra se nuk kanë paguajnë energjinë,
na dalin krye banditët pafajshëm. Dhe dihen lidhjet e Ramës me këto banda apo me këta kriminal. Të gjithë kërkon t'i vënë shërbim zgjedhjeve. Paratë e drogës, kriminalët dhe gjithçka tjetër. Në këto kushte ne nuk do të lejojmë zhvillohen zgjedhje në Shqipëri. Bandat, kriminalët, sa do të duken të fuqishëm kur mbështeten nga një krye bandit si Edi Rama, përballë qytetarëve, përballë popullit, do të shihni që nuk janë asgjë. Zoti Baloka, pyetja është si do ta shmang qeveria teknike për përdorimin e parave të pista dhe kriminalëve në zgjedhje. Është shumë e thjeshtë. Po. Ma kanë bërë dhe të tjerë këtë pyetje, bile dhe ambasador. Qeveria teknike shërben për t'ju hequr mbështetjen kriminalëve, trafikantëve drogës dhe të gjithë atyre që do kërkojnë të përdorin këto para. Sepse, ju e thash edhe pak më parë, është vetëm mbështetja e kësaj qeverie që bën që vendi të jetë në këtë pikë. Nëse krimit i hiqet mbështetja e pushtetarëve dhe paratë e drogës nuk konsiderohen më si para fushate, por si para krimi, siç janë, atëherë t'jeni të bindur që nuk do të kenë zero influencë në zgjedhje. Dhe jo vetëm kjo, por dhe shumë problemet tjera do të zgjidheshin me një qeveri teknike. Zoti Baloka, keni një plan të përcaktuar mbi krimin e qeverisë teknike se si do të jetë ajo nëse mazhoranca sigurisht e marrim të mirëqenë se do të pranonte pra kërkesën tuaj? Qeveria do të jetë, ne e quajmë teknike, mund ta quajmë qeveri kujdestare, pak rëndësi ka emri, do të jetë një qeveri që do të merret me përgatitjen e zgjedhjeve, të kuadrit zgjedhor dhe të kushteve për zgjedhje të tjera dhe të ndershme. Ka përvojë, Shqipëria ka dhe precedent lidhur me këtë pikë, kështu që nuk është diçka e re për Shqipërinë. Absolutisht, unë mendoj që sa më shpejt të arrihet, aq më mirë është jo vetëm për partitë politike, jo vetëm për qytetarët, po edhe për vetë qeverinë. Në fakt, një ditë më parë, kreu i kuvendit, lideri i Lëvizjes Socialiste për Integrim, tha se sigurisht mbështeste edhe mënyrën se si u zhvilluat paktën deri në këto momente protesta opozitës dhe kërkonte që të përfshihej sigurisht në dialog. Çfarë prisni nga zoti Meta? Ne nga zoti Meta presim që, siç presim nga gjithë partitë e tjera, përveç Edi Ramës, që të mbështesin një kërkesë që është mëse normale dhe mëse e drejtë. Të gjithë përpiqemi të realizojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme në këtë vend. Unë këtë rast me që e përmendët duhet kujtoj që është dhe një ministër, të paktën një ministër i kësaj qeverie, i partisë i Lëvizjes Socialiste për Integrim, që ka denoncuar faktin se qeveria, pjesa le të themi e rilindjes qeverisë, po përgatitet vjedhë zgjedhjet. Dhe kur denoncojnë antarët e qeverisë se do t'ju vjedhen votat edhe pjesës tjetër të majorancës, imagjinoni se çdo ndodh me tjerët. Zoti Baloka, keni, ose të paktën, a ka një vendim të opozitës se do të kthehet në parlament përpara shpërndarjes së këtij të fundit për zgjedhjet? Ne e kemi thënë dhe sot, absolutisht, nëse qeveria teknike vendoset si opsion, sigurisht që do të kthehemi në parlament. Duhet t'ju kujtoj që ne nuk kemi bojkotuar parlamentin, ne thjesht kemi ngritur parlamentin e qytetarëve në çadrën që tashmë ka marrë emrin Çadra e Lirisë. Parlamenti për ne nuk është një godin, nuk janë disa sekretarë parlamenti, parlamenti është përfaqësimi i qytetarëve. Dhe ne jemi mes qytetarëve. Nuk mund të ketë parlament më legjitim se sa ai ku ne jemi sot. Unë kam kaq vite deputet, por asnjëherë nuk e kam ndier veten më në parlament se sa ndihem në atë çadër. Zoti Baloka, që prej ditës parë sigurisht ne kemi qenë në transmetim maraton dhe vijojmë të pasqyrojmë protestën e opozitës, por ajo jemi mirënjohës për këtë. Ajo që u vuri në fakt ishte që ndryshe nga protestat e tjera ku janë vënë re incidente, kjo protestë ishte shumë e pastër. Pyetja që është si ka ndryshuar, pra dhe sa janë pritshmëritë që kjo protestë të rezistojë ditëve në vijim. Kjo ishte edhe ndryshimi që Rama përmendi se ka ndryshim midis protestës 21 janarit dhe kësaj të sotmes, por ndryshimi i vërtetë është pikërisht tek qytetarët. Nëse në 21 janar Rama organizoi një grup banditësh të cilët sulmuan policinë e shtetit, në 18 shkurt, qindra mijëra qytetarë ishin paqësor dhe zhvilluan protestën e tyre në mënyrën më qytetare. Ky është ndryshimi i vërtet. Ne jemi garanci që protesta do të jetë paqësore, por sigurisht do të ketë përshkallëzim të saj. Zoti Baloka, ju falenderoj që kishim këtë bisedë bashkë. Faleminderit për ju. Faleminderit dhe ju